Prej më shumë se një muaj, sezoni turistik në Pogradec është hapur dhe sigurisht që qytetarët apo dhe turistë ardhur nga qytetet tjera të Shqipërisë apo dhe nga jashtë vendit kanë nisur plazhin në Pogradec. Në fakt, nëse vitin e kaluar kishte ngritur mjaft problematika sa i përket hapësirave publike për qytetarët e Pogradecit, pra plazh publik. Në fakt menduam që këtë vit do të ishte disi më ndryshe situata, pra do të kishte një lëshim më të madh në drejtim të qytetarëve. Por realisht ajo se çfarë kemi konstatuar sot vetë në terren, por dhe nga ajo se çfarë na kanë ardhur si ankesa nga qytetarët, është fakti që mungojnë totalisht hapësirat publike. Duket se privati ka bërë sërish kërdin këtë vit, duke zaptuar rreth 90% të hapësirës së plazhit publik, i cili vetëm emrin ka publik, sepse nëse të gjatësisë të tij ka shezllone pafund. Ajo se çfarë vjet e re është fakti që ka një abuzim nga ana atyre të cilët merren me këtë lloj biznesi. Nëse e kanë marrë lejen për 10, 15 apo 20 çifte, në fakt në rër gjen të shtruar dyfishin e këtyre çifteve të shezlloneve. Dhe kjo ndodh për vetë faktin që duket se edhe vetë policia bashkiake nuk është se i ka kushtuar një rëndësi shumë të madhe respektimit të hapësirave apo të lejeve që janë marrë nga vetë këta subjekte që ushtrojnë këtë lloj aktiviteti. E duket se për më tepër kjo mungesë vëmendje në këtë drejtim vjen edhe për faktin që këtu ka nepotizëm familjar. Një pjesë e madhe atyre të cilët në fakt kanë arritur të marrin leja për shezllonet, duket se janë të afërm me drejtuesit e bashkisë dhe kanë arritur sigurisht të sigurojnë një leje duke zaptuar edhe pjesën më të madhe të bregut liçenit. Por gjithë ju qytetarët që jeni duke më ndjekur, në fakt hapësira e vetme në dispozicionin tuaj është pikërisht këtu, tek banja e qytetit. Nëse doni të bëni plazh publik dhe të gjeni hapësira publike, vetëm aty do të gjeni vend bosh. Është një distancë prej 10 deri në 15 metrash, e cila nuk i ka shërbyer askujt për ta zaptuar me shezllone, për vetë faktin që aty ka një erë të rënd për shkak të nevojave personale që kryejnë qytetarët apo dhe turistët. Çka do të thotë që duket se është zgjedhur vendi më i mirë për qytetarët që të bëjnë plazh. Pra ata që s'kan para të paguajnë shezllonet apo çadrat, mund të vinë bëjnë plazh aty, duke shoqëruar dhe era e rënd e le të themi nevojave personale që kryejnë turistët apo dhe plazhistët e tjerë. Nëse do t'i hedhësh një sy, sigurisht që diçka e tillë konstatohet shumë lehtë. Ky është vetëm kronika e parë që ne sjellim si denoncim sa i përket hapësirave publike. Në ditët në vazhdim do të bëjmë të ditura të tjera abuzime, sigurisht janë bërë apo të tjera problematika, të cilat në fakt ekzistojnë përgjatë plazhit të Pogradecit.